Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka zhvilluar ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit të Shkencave Humane. Në një atmosferë festive në teatrin Petro Marko, është kurorëzuar rrugëtimi i rëndësishëm, ku këta studentë tashmë hapin një kapitull të ri. Të pranishëm në këtë aktivitet kanë qenë drejtues të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, përfaqësues të stafit akademik, studentë dhe prindër të tyre. Mirëseardhjen e ka dhënë dekani i Fakultetit të Shkencave Humane, profesor Dr. Roland Zisi, i cili tha se studentët e këtij fakulteti i bëjnë krenar të gjithë, ndërsa falenderoi rektoren e Universitetit Aurela Saliaj, stafin akademik, si dhe të gjithë të pranishmit në këtë ceremoni. E nderuara zonja rektore, profesore Aurela, në emër të Fakultetit të Shkencave Humane, ju falenderoj të gjithëve që pranuat ftesën tonë dhe jeni këtu në këtë festë, në të cilën studentët e Fakultetit të Shkencave Humane do të finalizojnë rrugën e gjatë programet e tyre të studimit duke u diplomuar. Duke e kuptuar që në këto momente festive dhe gëzimi nuk është vendi për të mbajtur fjalimet gjata, më lejoni që t'i bie shkurt dhe të bëj në veçanti disa falenderime dhe në vijim t'ja u lëm këtë skenë, t'ja u lëm atyre të cilën kemi ardhur këtu që janë studentët. Së pari më lejoni të falenderoj anëtarët e nderuar të Senatit të Universitetit Ismail Qemali, kryetaren e këtij forumi dhe një herës i rektore e Universitetit Ismail Qemali, profesore Aurela, e cila na ka dhënë mbështetje jashtëzakonisht të madhe për të organizuar këtë aktivitet. Dhe më vonë në fjalën e saj do të shpërndosi edhe ajo fjalët e saj për të mbrojtur edhe vizionin e saj për këtë rast. Por edhe ne të gjithë besojmë se organi kolegial që është ky senat akademik, mendojmë dhe besojmë që është një organ kolegial avangard e cilësor që jep fytyrën dhe vlerat gjithë institucionit tonë. Gjithashtu në këtë frekuencë vlerësimi, dëshiroj të falenderoj administratorin e Universitetit Ismail Qemali, zotin Grigor Deder, dhe në mënyrë të veçantë anëtarët e bordit të administrimit të universitetit tonë për mbështetjen që i japin në çdo kohë proceseve akademike, shkencore dhe departamenteve tona. Në vijim më lejoni të falenderoj nga zemra në mënyrë të veçantë kryetaren e re të Bashkisë Qytetit të Vlorës, zonjën Bruna Mesini. Rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesore doktore Aurela Saliaj, falenderoi të pranishmit, duke theksuar se si rrallëherë ky aktivitet solli një panel të përzgjedhur të ftuarish, ndërsa tha se studentët e Fakultetit të Shkencave Humane mbyllin tashmë një cikël të rëndësishëm të jetës së tyre dhe hapin një tjetër. Rektoria Saliaj theksoi se të gjithë janë krenar me arritjet e këtyre studentëve, sidomos të departamentit të drejtësisë, por pa lënë pas as departamente të tjerë të Fakultetit të Shkencave Humane. Po mbyllni ciklin e jetës akademike dhe do filloni ciklin e jetës profesionale, për të cilën ne si universitet kemi përpjekur maksimalisht që t'u lehtësojmë këtë fazë tranzitore dhe këtë hyrje në profesionin tuaj. Kjo ditë është jashtëzakonisht shumë emocionuese për ju, po është emocionuese edhe për ne, sepse është kurorëzimi i një pune shumë të rëndësishme, tuajën sakrificat e familjes tuaj, siç e përmendi edhe zoti dekan pak më parë, por edhe të stafit, edhe vlerën e punës që ka pasur gjithë përgatitja, gjithë ecuria akademike dhe oferta akademike e Universitetit të Vlorës. Na keni bërë shumë krenar gjatë udhëtimit tuaj, në mënyrë të posaçme të doja të ndaja studentët e Fakultetit Juridik. Këtë vit keni bërë një udhëtim të jashtëzakonshëm. E dini shumë mirë që keni qenë pjesë e skuadrave të 3 kompeticioneve universitare, kombëtare dhe mbarkombëtare. Dhe në të 3-ja keni shkëlqyer. Jo thjesht keni zënë vendin e parë në të 3-ja, por i keni impresionuar gjyqtarët, i keni impresionuar jurinë vlerësuese dhe gjithë ekipet e tjera në një pikë të tillë sa janë stepur përpara prezencës tuaj sapo futeshin në sallë studentët e Vlorës, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tregon shumë për vlerat që ju keni,
për potencialin e produktit akademik që ne kemi arritur të nxjerrim gjatë viteve, tregon shumë për punën e pedagogëve tuaj. Gjithë studentët e programeve të mësuesive, të gjuhë letërsisë, të gjuhëve të huaja, studentët e histori gjeografisë, të edukimit, të parashkollorit, jeni duke nisur një udhëtim shumë të rëndësishëm për gjithë komunitetin, për gjithë shoqërinë. Në duart tuaja do jetë ardhmja e një kombi të tërë, sepse çdo gjë që do arrihet më vonë, do filloj fillimisht me ju. Kështu që unë ju uroj suksese dhe të keni rezultate të shkëlqyera në jetën që sapo nisni, jetën profesionale që sapo nisni. Ta nisni profesionin tuaj me guxim, me kurajo, me entuziazëm, me optimizëm, të vazhdoni të bëni krenar dhe ju falenderit shumë që keni qenë prezent, keni zgjedhur Universitetin e Vlorës dhe kemi bërë këtë rrugtim së bashku. E pranishme në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit të Shkencave Humane ishte edhe kryetaria e re e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Mersini e cilësoi një privilegj që të ishte pjesë e këtij aktiviteti, ndërsa u tha të rinjve të gjejnë forcat për vete, për qytetin, por edhe për prindrit e tyre. Sipas kryebashkiakes, pa të rinjt, ky qytet nuk ka frymë. Nuk mund ka lirë atë rast, sepse është një privilegj të jesh midis juve, midis energjisë së qytetit. Kur keni zgjedhur detët tuaj, jam shumë e bitur që keni pasur vlerësimet dhe pasionet tuaja brenda këtij zanati. Mos i humni kurrë. Gjeni forcat brenda vetes, gjeni forcat për qytetin, gjeni forcat për familjet tuaja, sepse pa ju ky qytet nuk ka frymë. Suksese të gjithëve. Momente emocionuese për studentët e Fakultetit të Shkencave Humane, të cilët tashmë u diplomuan nëpërmjet kësaj ceremonie të zhvilluar nga Universiteti Vlorës Ismail Qemali. Për këta student tashmë hapet një rrugëtim i ri në tregun e punës, i cili për shkaket të diplomave të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali është i sigurt si brenda ashtu edhe jashtë vendit.